Nga 1 qershori i këtij viti, shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga marrëveshja dypalqe e nënshkruar dhe dakordsuar për pensionet. Lajmin e konfirmoi vetë kryeministri Edi Rama me anë të një postimi në Facebook. Ai informon se motra solli dokumentin final të procesit ligjor mbi zbatimin e marrëveshjes së pensioneve me Italinë. Lajmi i mirë dhe i ndarë veç për t'i dhënë vëmendjen e dur jashtë vorbullës së samitit Komunitetit Politik Evropian. Motra solli në Tiranë dokumentin final procesit të gjatë ligjor mbi zbatimin e marrëveshjes së pensioneve me Italinë, që do të thotë se nga 1 qershori 2025 shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptim plot për nivelin e ritmarrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Italisë, shkruan Rama. Në muajin mars të këtij viti, kjo marrëveshje ligjore hyri në fuqi edhe në fletoren zyrtare të Italisë, teksa afirmoi se ishte bërë me 6 shkurt nga palët respektive. Marrëveshja garanton të drejtat për pensionet e shqiptarëve në Itali dhe italianëve në Shqipëri, nga e cila përfitojnë rreth gjysmë milioni shqiptarë dhe 4.000 italianë. Më herët Komisionet e Politikës së Jashtme në Senat dhe Dhomën e Deputetëve në Itali miratuan amendamentin për alokimin e fondeve në kuadër të zbatimit të marrëveshjes. Për 2025 miratuan një fond për 12 milion eurosh, 13.6 milion euro për 2026, 13.1 milion euro për 2027, 15.1 milion euro për 2028, 17 milion euro për 2029, 19.3 milion euro për 2030, 21.3 milion për 2031 dhe 23.4 milion euro për të gjitha vitet e mëpasshme, duke filluar nga viti 2032. Që për vitit 2050 deri më sot, Shqipëria ka nënshkruar një sër marrëveshjes në fushën e sigurimeve shoqërore, ndërsa me Greqinë mbijon debati teknik pasi është një proces i gjatë dhe i vështirë. Ajo çka vjet në dukje në dokument është edhe fakti që gati 20% e personave 67 vjeç që nuk janë trajtuar deri më tani me pension do të mund të përfitojnë të ardhurat deri në 400 euro në muaj. Konkretisht një qytetar shqiptar që kanë total 27 vite punë, nga të cilat 14 në Itali dhe 13 në Shqipëri, do të marrë pension në Itali për 14 vite dhe 13 në Shqipëri. Jo vetëm kaq, por marrëveshja jep mundësi emigrantëve të përfitojnë edhe nga skema të tjera, si pensionet e invaliditetit, ato familjare, pagesat pa punësisë, nga sëmundjet e të tjerë.